إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنضرم الله عز وجل أتى لفظرojmë ati jemi mirënjohës, ati ja kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe mbrojtjen nga çdo e keqe. Tek ai gjem forcë, mbështetje, strehim që të na ruaj nga shejtani i mallkuar, kurthet e tij, intrigat e tij dhe devijime që ai sjell. Përballja e besimtarit dhe besimtares me të mallkuarin është diçka e pashmangshme. Allah subhanahu wa taala thotë: Inna shejtana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shejtani i mallkuar është armik për ju, prandaj konsiderojeni armik. Innahu yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ai, pra shejtani i mallkuar e fton palën e vet që të jenë banor të zjarrit të ndezur fort. Pra qëllimi i mallkuarit është ta largojë besimtarin e besimtaren, por edhe njeriu në përgjithësi, ta largoj nga rruga e Allahut subhanahu wa taala, nga qëllimi pse Allahu azza wa jalla ka krijuar. Allahu subhanahu wa taala i krijoi gjindet dhe njerëzit vetëm për një qëllim, që ta adhurojnë atë si një të vetëm, përmes zbatimit të ligjit që do të zbresë ndër ta gjatë gjithë historisë, sikur se premtoi që në fillim, kur e zbriti Ademin alayhis salam në tokë. Dhe tha: "Fa imma ya'tiyannakum minni huda", gjithmonë do t'ju vijë prej meje udhëzim. Pra përmes profetëve, shpalljeve që do të çojë Zoti xheleshanu. Ai i cili beson Allahun subhanahu wa taala dhe është i devotshëm ndaj Allahut azza wa jall, nuk ka pse të ketë frikë. Dhe nuk ka pse të brengoset, kur nuk ka për tu devijuar nga rruga e drejtë. Por duhet që muslimani dhe muslimania ta marrë në sy rrezikun. Dhe ta di që në përballjen me të mallkuarin duhet të jetë i përgatitur. I përgatitur në dy aspekte kryesore. Në njërin drejtim është dituria e saktë, e sjell nga shpallja e Zotit subhanahu wa taala. Dituria rreth Zotit, profetit sallallahu alaihi wasallam, dituria rreth Islamit dhe fesë me të cilën Zoti e ka ngarkuar, sepse kështu do t'i bëj ball cytjeve dhe vezveseve të shejtanit mallkuar, dyshimeve që ai sjell në zemrën e besimtarit dhe të njeriut. Dhe nga ana tjetër duhet të jeti përgatitur dhe armatosur me çfarë? E dyta, me adhurime për kushtuar Zotit xheleshanu. Adhurime të cilat ja lehtësojnë përballjen me të mallkuarin dhe ja bëjnë më të thjeshtë sprovat që sjell ai i mallkuar në jetën tonë. Pra sot do flasim vëllezërit e mi në lidhje me përballjen që ka njeriu me shejtanin e mallkuar. Siç e kuptuat, në dy aspekte është përballja me të. Ose në drejtim të dyshimeve, ngatërresave, vezveseve, paqartësive që shejtani i mallkuar mbjell në zemrën e njeriu, në lidhje me besimin e tij. Ose në lidhje me epshet, shfrenimet, dëshirat e forta që i mallkuar i sjell në zemrën e robit, të cilat edhe nëse njeriu ka dije, nëse ai zhytet pas kënaqësive të kësaj dynjaje, e ka të vështirë të ndjek diturinë, të ndjek atë i thot Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Sepse zemra e tij bëhet e pafuqishme për shkak të sëmundjes, të dëshirave të forta me të cilat e ka infektuar ai i mallkuar. Këto dy aspekte duhet njeriu t'i marrë në sy. Dhe të ketë kujdes që të mos mbetet në këtë provim. Fillojmë vëllezërit e mi me portën e parë që përdori i mallkuari, portën e ngatresave, dyshimeve që sjell në zemrën e robit. Së pari vëllezërit e mi është lufta pra kundër dyshimeve dhe ngatresave i shejtanit i mallkuar fut tek njeriu, për të goditur dhe të munduar imanin e tij. Kjo është një nga luftrat më të vështira dhe më të rrezikshme vëllezërit e mi, sepse ka të bëjë me vetë themelet e besimit. Një njeri i cili nuk ka iman në zemër është si të jetë i vdekur. Si thot Allahu xheleshanu: "E faman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas
A është një lloj ai që ishte i vdekur dhe ne i dham dritë me të cilën ecën mes njerëzve? Kemem mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, si ai shembulli atij tjetrit që është mes errësirave, që s'ka për të dalë kurrë prej tyre. Pra njeriu është i vdekur nëse nuk ka iman. Prandaj dhe i mallkuari synon që këtë iman, këtë besim që ka njeriu, robi në shpirt, t'ja infektoj, t'ja dobësoj, t'i fuz dyshime në të, në mënyrë që pastaj ta ketë në thundrën e vet njeriu. Njeriu pa iman është nën urdhat e shejtanit mallkuar. Dhe ai bën me të çfarë të doj. Prandaj imani është shumë i rëndësishëm vëllezër. Prandaj dhe ai mallkuar e synon imanin. Shejtani mallkuar e di se nëse arrin ta lëkundë zemrën e njeriu në bindjet e saj, atë do t'i dobësohen edhe veprat, adhurimet dhe qëndrueshmëria në rrugën e Allahut xhaleshan. Ai njeri që dobësohet imani i zbehet, madje ndoshta edhe ikën fare imani nga zemra. Ai njeri s'ka më qëllim në jetën e tij. Nuk ka më qëllim të adhurojë Allahun subhanahu wa taala. Qëllim për të cilin dhe vetë Zoti e krijoi. Nuk e ka më këtë qëllim. Ai pastaj vetëm ndjek dëshirat, shkon anë nga të fryj era e të mallkuarit. Prandaj kujdes me çështjen e imanit. Këto dyshime që futi mallkuari në çështjen e imanit janë të shumta vëllezërit e mi. Do përmendim disa aspekte prej dyshimeve që fut i mallkuari, thjesht për t'i kujtuar vetes tonë vëllezërit e mi, që në këto drejtime do të na vinë vezvese dhe cytje nga i mallkuari. Disa vëllezërit e mi nga vezveset dhe nga tresat që fut shejtani në zemrën e robit kanë të bëjnë me vetë besimin në Allahun subhanahu wa taala, besimin në krijuesin e gjithësisë. Shejtani përpiqet të shtyjë njerëzit të dyshtojnë, i fut dyshime në ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala. Vërtet ekziston një Zot që ka krijuar gjithçka, i cili ka vendosur rregull. Pra, në vetë ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala. Nëse nuk e arrin dot në ekzistencën e Zotit, sepse njeriu është brymosur i tillë që ta kuptojë edhe logjikisht, s'mund të funksionojnë krijesat me këtë rregull madhështor nëse nuk është një krijues që i ka vendosur. Pra nuk ka mundësi që të jetë ndryshe, nëse nuk e arrin dot në besimin në Allahun subhanahu wa taala, atëherë fillon dhe fut cytje dhe dyshime në aspektet e tjera me besimin në Allahun xhaleshan. Si për shembull, fut dyshime në urtësinë e Allahut. Çfarë urtësie ka që Zoti e krijon njeri, domethënë ta zem të mangët në trupin e tij, të mangët, ose çfarë urtësie ka që Zoti e sprovon një njeri, ja merr pasurinë, ndoshta e bën që t'i vdes fëmia, ose një djalë i ri, ose një vajzë e re ikën në moshën e re. Çfarë urtësie ka kjo gjë? Madje shumë nga ata e përdorin si argument për mos besuar dhe mos nushtruar Allahun xhaleshan. Çfarë thon? Sikur të kishte Zot, nuk do kishte njerëz dhe fëmijë të sëmurë me kancer. Ose nuk do kishte luftra, ose shkatrime dhe të tilla pa drejtësi në botë. Ku është Zoti që të vendos drejtësinë? Pra, e futi mallkuari nga kjo portë. Dhe nuk e kupton njeriu i shkret që Allahu subhanahu wa taala i ka lënë njerëzit në këtë dynja, i ka sprovuar dhe u ka dhënë mundësi të zgjedhin të mirën dhe të keqen, dhe kjo është fryt i duarve të tyre. Vetë kanë fituar atë të keqe. Dhe fillon njeriu në vend që të reflektojë për veten e vet, fillon dhe akuzon Zotin subhanahu wa taala, madje e merr edhe këtë si argument për çfarë? Për të mos besuar dhe mos i nushtruar Allahun xhaleshan. O i mirë, është faji vetë krijesave që e kanë fituar këtë mënyrë që po jetojnë. Si thot Allahu subhanahu wa taala, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas. Është shfaqur shkatrimi në tokë dhe në det. Përse? Për shkak të asaj që njerëzit e fitojnë me duart e tyre. Dhe thotë: "Ma asaba bi musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Nuk ju kap në fatkeqësi, për fatkeqësive vetëm për shkak të duarve tuaja, thot Allahu subhanahu wa taala. Dhe për shumë të tjera Zoti fal, se nëse sikur se thot në ajetin tjetër, "Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabat aydihim ma taraka ala dhahriha min dabba." Sikur Allahu t'i ndeshkonte krijesat për atë që bëjnë, nuk do linte në faqen e dheut asnjë kafsh, asnjë ngjallës. Pra nuk e kupton njeriu i shkret që nxjerr të tilla, në fakt është shejtani mallkuar që nxit të tilla dyshime dhe rebelimin kundër Allahut subhanahu wa taala. Çfarë synon ai mallkuari me këtë gjë? Synon që njeriu të armiqësohet me Zotin e tij, të rebelohet kundër tij, të mos i nënshtrohet atij. Madje Zot na ruaj, domethënë ta konsideroj si armik, subhanallah. Kush është miku jote? Shejtani mallkuar? Ai mallkuar që të çon në zjarrin e xhehenemit, ai do të shpëtojë dhe do të nxjerrë justifikim ditën e gjykimit këtë? Pse Zoti e bëri kështu dhe pse ashtu?
Pra fut dyshime në çështjen e urtësisë, kaderit, caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Fut dyshime në lidhje me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Çfarë mëshire ka? Ku është mëshira tek këto fatkeqësi që ndodhin dhe këto sprova që ndodhin në botë? Çfarë mëshire ka Zoti? Pra këto janë sytje që i bën i mallkuari. Besimtari gjithmonë kthehet në origjinë dhe në diturinë që Allahu subhanahu wa taala është më i mëshirshëm se sa vetë nëna për fëmijën e vet. Madje më i mëshirshëm për robin se sa vetë robi për veten e tij. Por të gjitha këto janë produkt i punëve tona. Nëse njeriu nuk lexon ato ajete që i përmenda në librin e Allahut subhanahu wa taala, pa nuk merr dije ato ajete që përmenda që çdo gjë është për shkak të duarve tona, ne e kemi shkaktuar vetë këtë që ndodh në jetën tonë, atëherë njeriu do të ketë dyshime. Prandaj është e nevojshme njeriu të marrë dije dhe të lexojë librin e Allahut subhanahu wa taala. Në librin e Allahut do të gjej përshkrimin e Zotit subhanahu wa taala, madhështinë e tij, diturinë e tij, urtësinë e tij. Do shikoj se si ka përcaktuar Allahu ndëshkime, si ka shpëtuar besimtarët dhe çfarë ka premtuar Zoti xhelesha. Kupton dhe kush janë shkaqet e asaj që ndodh vëllezërit e mi. Prandaj duhet njeriu alhamdulillah të marrë dije vazhdimisht që ta heqë këtë lloj dyshimi. Edhe pse argumentat e ekzistencës së Allahut xheleshanu janë të panumërta në gjithësi, në krijimin e njeriu dhe në vetë natyrën e njeriu, shejtani përpiqet të verbojë njerëzit ndaj tyre dhe të mbush zemrat me pyetje hamendësime që nuk kanë qëllim kërkimin e të vërtetës, po thjesht çorroditjen e njeriu dhe lënien e tij pa besim dhe larg lidhjes me Allahun xheleshanu. Një lloj tjetër janë dyshimet rreth kushteve dhe shtyllave të imanit dhe të islamit. Pra shpeshherë shejtani i mallkuar fillon dhe fut çytje në lidhje me atë që ka detyrë besimtari të besojë në të fshehtën. Një nga cilësitë e besimtarit është besimi në ghaib. Si thot Allahu subhanahu alladhina yu'minuna bil ghaib, ata që besojnë në të fshehtën. Pra besojnë atë që ka shpallur Zoti në Kur'an dhe ne ka sjellën përmjet profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe janë shumë çështje nga këto. Besimin me lajket, besimin në librat që ka shpallur Zoti subhanahu wa taala, besimin në profetët, besimin në ditën e gjykimit dhe në fakt kjo përfshin shumë çështje. Që nga momenti i vdekjes, çfarë ndodh me njeriu derisa të hyjë në xhenet ose Zoti na ruaj në xhehenem. Dhe hollësitë e xhenetit dhe xhehenemit. Të gjitha këto janë pjesë e besimit në ghaib, në të fshehtën. Ne nuk i kemi parë me sy. Po jemi urdhëruar të besojmë pse? Se Allahu ka urdhëruar subhanahu wa taala. Ka urdhëruar Zoti ynë që na ka krijuar që ne t'i besojmë dhe kemi detyrë ndaj tij t'i besojmë. Mbi këtë besim ne ndërtojmë edhe jetën tonë. Përse njeriu, domethënë, ndalon veten nga haramet, mban veten brenda kufive të Allahut xheleshanu. Pse i zbaton urdhëresat e Zotit subhanahu wa taala? Sepse shpeson xhenetin e Allahut xheleshanu, përjetësinë e të. Edhe është i sigurt që do ta gjejë tek Zoti subhanahu wa taala. Dhe ka frikë nga zjarri i xhehenemit dhe nga ndëshkimet që fillojnë që në momentin e vdekjes dhe Zoti na ruaj në përjetësi. Pra kjo janë pjesë e besimit. Ai mallkuari fillon dhe të sjell dyshime në secilën nga këto pika që përmenda, pra nga kushtet e imanit. Tek besimi tek melekët. I paraqit pra melekët, në fakt nuk ekzistojnë melekët. Melekët thjesht profetët u tregonin njerëzve rreth melekëve, thjesht për të shpjeguar disa dukuri që ndoshta nuk i shpjegonin dot nga ana shkencore. Dolën këta të sotmit, të ditur i kanë shpjeguar gjithçka nga ana shkencore, edhe e shpjegojnë që s'ka melek. Edhe thonë melekët janë thjesht simbole, janë imagjinata fetare dhe fillon ai mallkuari që të fut dyshime, ka apo s'ka melek, ndërkohë që melekët kanë është detyrë të besohet në ekzistencën e melekëve. Ata ekzistojnë realisht, janë krijesa të Allahut subhanahu wa taala, ka krijuar prej nuri, prej drite. Kanë detyra të caktuara. Melekët të cilët shkruajnë verbet e robëve, të mira dhe të këqijat, melekë që qëndrojnë para dhe pas dhe nga të gjitha anët e ruajnë robën me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Meleku që të merr shpirtin, meleku i vdekjes. E shumë melek me detyra të caktuara nga Zoti xheleshanu. Nuk ekziston diçka e tillë. Fut dyshime dhe nuk beson njeriu në këtë pikë. Gjithashtu, dyshime rreth librave të shpallur. Duke pretenduar se shpallja, gjitha shpalljet që janë pretenduar janë produkti i mendjes njerëzore. Është produkti i një kohe të caktuar, i një konteksti të caktuar të jetës së njeriu. Njerëzit nxorën ca libra, siç i quajnë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, tregon kur i lexohesh natyra e jetës të Allahut, thoshin esatirul awlin. Janë tregime të vjetërve, gojdhana të popujve të shkuar. Pra nuk pranojnë që Allahu subhanahu wa taala t'i zbres shpallje njeriut. Sigur se than, thot Allahu në Kur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, idh qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay." Dhe ata nuk e madhëruan Allahun me madhërimin që takon. Kur than
që Allah nuk I ka shpallur askujt në një libër. Kul men anzal al-kitab alladhi ja'a bihi Musa. Kush është ai që solli librin që u dha Musait? Pra, Teuratin dhe gjithë librat e tjerë. Pra, futin dyshime. Pse futin dyshime në shpalljet e Allahut subhanahu wa taala? Sepse hollësitë e besimit, besimi në të fshehtën, çdo hollësi e besimit e imanit që do të ketë njeriu, ka ardhur përmes shpalljeve. Përmes shpalljeve dhe librave I ka sjellë Zoti. Futja e dyshimit në shpalljet e Allahut xhaleshanu, që ti mos I konsiderosh si fjalë e Zotit xhaleshanu dhe udhëzimi I tij, kjo e ka rënuar që nga themeli besimit. Një njeri që s'ka shpallje, ju po e shikoni sot. Njerëzit përpiqen që siç do të vi pak më poshtë, të fusin dyshime jo vetëm në Kur'anin, por edhe në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pse se duan ta minojnë që nga themeli. Dhe kjo është punë e shejtanit të mërkuar. Që njeriu ta mos ketë më lidhje me shpalljen e Allahut subhanahu wa taala, me udhëzimin, me dritën që jep Zoti xhaleshanu. Mos ketë më lidhje me të. Fare. Gjithashtu, dyshime rreth profetëve. Dhe kjo do vi pak më shtjelluar pak më poshtë, por tani po themi, duke konsideruar profetët thjesht si reformator, filozof, udhëheqës shpirtëror, njerëz të zgjuar, të mençur, por jo si njerëz të zgjedhur nga Zoti subhanahu wa taala. Pra nuk pranojnë që institucioni e profecisë nuk e njohin, nuk ekziston ndonjë gjë që quhet profeci. Thjesht njerëz reformator, dolën, ishin të mençur, kërkonin të rregullonin jetën e popujve të tyre dhe sollën disa rregulla. Ky është besimi tek profetët. Kjo është e vjetër faktikisht. Rrymat e vjetra filozofike që u infektuan për tyre dhe shumë që pretendonin se ishin musliman, filluan dhe thoshin që profetët nuk është se janë njerëz të zgjedhur nga Zoti, thjesht njerëz të zgjuar, të mençur që organizuan jetën e popujve të tyre. Por jo njerëz që I ka zgjedhur Zoti, që u ka dhënë një mision. Misioni I tyre të marrin shpalljen e Allahut, të thonë njerëzve kjo është ai që do Zoti për jush. Dhe për këtë Zoti I dha dhe mrekulli secilin nga profetët. Që njerëzit kuptonin që ai flet në emër të Allahut subhanahu wa taala. Pra, ai mallkuar fut dyshime tek profetët. Që njeriu të shkëputet lidhja e tij me shpalljen dhe me udhëzimin e Allahut xhaleshanu. Gjithashtu, dyshime rreth ditës së fundit, duke e bërë njeriu të mendojë se jeta mbaron me vdekjen. Dhe se nuk ka ringjallje, llogari, shpërblim apo ndëshkim tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe shumë e bëjnë domethënë që nëse njeriu mendon që vetëm jeta e kësaj bote është, atëherë do sulmojë ta shijojë atë me të gjithë çka mundet. Mos lër gjë prej saj. Halal, haram, me vrasje, me hyrje në hak, nuk pyet më pse se jeta e tij vetëm kjo jetë e dunjas është. A nuk ndodhin gjithë ato që ndodhin o vëllezërit e mi, pikërisht për këtë shkak. Që njeriu nuk ka frikë kthimin tek Allahu subhanahu wa taala. Që do kthehet një ditë do të marr Zotin llogari. Pra, për ditën e fundit, dyshime nuk ekziston ahireti. Dyshime rreth peshimit të veprave të llogarisë dhe hollësive të ahiretit dhe mos pyet pastaj. Pyet dyshime, ja e kemi hapur varrin, s'ka gjë aty, as ndëshkime dhe as shpërblim, ku është shpërblimi? Ndërkohë që kush tha që Zoti thotë që ndëshkimi dhe shpërblimi në varr I jepet me inform që mund të arrish ta kapësh ti me sy dhe shisat e tua. Kush e tha këtë? Allahu subhanahu wa taala thotë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam që shpërblimi dhe ndëshkimi fillon që në momentin e vdekjes dhe ti nuk shikon, vin melekët që marrin shpirtin. Dhe fillon shpërblimi ose ndëshkimi I robit. Dhe ne nuk e shikojmë. Dhe ne jemi më afër se ju thot Allahu subhanahu wa taala, po ju nuk e shikoni, nuk e ndjeni. Pra, Allahu xhaleshanu ka vendosur perde. Fakti që nuk e shikojmë, zot thotë që nuk ekziston. Prandaj është besimi në të fshehtën. Gjithashtu dyshime rreth siratit, haudit, mizanit, pra peshorës të veprave ditën e gjykimit, haudit profetit, pra atij pellgu të madh që profeti u jep të pinë. Pra janë një mori ngjarje që ndodhin dhe janë pjesë të besimit në ahiretin, të cilat ata I vënë në dyshim dhe I mohojnë dhe I refuzojnë. Duke thënë se gjitha këto janë thjesht pika të përmendura në formë figurative. Pra nuk është se ekzistojnë vërtet. Vetë profetët, njerëz të mençur, I sollën të tilla tregime për xhenetin dhe xhehenemin, thjesht për t'i bërë njerëzit që të shpresojnë në diçka, ose për t'i bërë të kenë frikë dhe të kufizohen dhe të qëndrojnë brenda kufive. Por sot njeriu është I edukuar, I shkolluar dhe nuk mund të bjerë prej këtyre mashtrimeve të profetëve. Ja kjo është. Allahi, momenti kur të merret shpirti. Kur të marrë Allahu subhanahu wa taala shpirtin, do ta shikosh. Si thot Allahu xhaleshanu, domethënë wajaat sakratul maut bil haqq. Dhe do të vi agonia e vdekjes me të vërtetën. Hadha ma kunta minhu tahid. Ja kjo është ajo që I shmangeshe.
Dhe do të vijë momenti që njeriu ta shikojë qartë me çfarë do të përballet o vëllezërit e mi. Dhe nuk ka dyshim në vërtetësinë e fjalëve të Allahut dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Se më këtë Zoti ka sjellë si udhëzim për njerëzit. Pa ai mallkuari përpiqet që të gjitha këto t'i zbeh. Dhe në fakt ai ndihmohet, në fakt ne ndihmojmë atë. Ne ja lexojmë punën atij. Sepse ne nuk lexojmë në librin e Allahut subhanahu wa taala, as në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, as nuk dëgjojmë mësime të rregullta ose mësime të dobishme që të përkujtojmë veten. Këto janë të nevojshme që njeriu t'i bëjë sepse është vetëm një mënyrë për të ruajtur. Nëse njeriu ka një problem me ushqimet në trupin e tij, edhe shikon që diçka po i bën dëm trupit të tij, nuk le pa rrëmuar dhe pa kontrolluar informacion për të parë se çfarë i bën dobi. Dhe shikon me hollësi çdo ushqim, çdo analizë bën për veten e tij dhe shkon ku të jetë e mundur vetëm që ai të mos dëmtohet. La ilaha illallah. Lidhe me imanin ton, me atë i cili do të jetë lumturia e dunjas dhe ahiretit. Je i pavëmendshëm, as nuk e di fare se çfarë dëmton atë, çfarë të ndihmon ty në lidhje me të. Kjo është gabim, kjo është pakujdesi e madhe vëllezërit e mi. Pra vëllezërit e mi, në thelb shejtani mallkuar përpiqet ta largojë njeriu nga besimi në të padukshëm, në të fshehtën. Sepse Allah subhanahu wa taala lavdëroi besimtarët që besojnë në të fshehtën. Dhe ata pikërisht ata që ushqejnë imanin e tyre vazhdimisht, ata janë të sigurt në rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Një nga sulmet më të shpeshta të shejtanit është edhe mbjellja e dyshimeve rreth profetëve, veçanërisht rreth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që nga dita kur u dërgua në këtë dynja profeti sallallahu alaihi wasallam me shpallje, deri në ditët tona, armiqtë e vërtetës janë përpjekur vazhdimisht të hedhin dyshime me figurën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Si mohuesit idhujtarët, ashtu edhe ehlul kitab, jehud dhe domethënë krishterë. Lufta e tyre e vazhdueshme dhe ju e ndjeni dhe shikoni në fjalën që thon vazhdimisht. Kapen me figurën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sepse rënimi i figurës së profetit sallallahu alaihi wasallam do të bëjë që njerëzit mos dëgjojnë. Madje të mendojnë që Zoti ka zgjedhur një të tillë për ta bërë profet, pra fillojnë dhe hedhin dyshime. Së pari, dyshime që synojnë sinqeritetin e tij. Duke pretenduar se ai kërkonte pushtet, pasuri, famë, kërkonte që të mbretëronte etj, dhe në fakt kjo nuk shkon, si thon atyre njerëzve që kanë një farë njohurie rreth jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jeta e tij është dëshmia më e madhe për pavërtetësinë e këtij pretendimi, që donte pushtet apo famë apo madhërim në tokë, sepse vetë jeta e tij tregon të kundërtën. Profeti sallallahu alaihi wasallam jetoi me thjeshtësi, madje duroi për ndjekje të shumta, humbi shumë nga njerëzit e dashur të tij. Në emër të kauzës që mbronte, edhe kësaj feje që e dha Zoti dhe urdhëroi për ta përhapur ndër njerëz. Dhe nuk kurse ai synoi pushtetin, madje ja ofruan Kurejshët dhe mohuesit që kur ishte në Mekë. Ja ofruan ta bënin më të pushtetshëm mes tyre, më të pasurin. Dhe të jepte gjithçka që dëshironin, dhe tha vetëm kaq: "Më lini mes meje dhe njerëzve." Thjesht më lini të kuptoj, ta kumtoj dhe ta përhap fjalën e Zotit tim. Kaq kërkoi prej jush. Nuk donte pushtet profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk njihej mes njerëzve që mbreti i veshur me uniformë caktuar apo jo, edhe në mezhliset e tij ulej si gjithë të tjerët. Madje hynte dikush dhe nuk e dinte kush ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky është ai që donte pushtet, që donte pasuri, ndërkohë që gjithë pasuria pas largimit nga kjo jetë, sikur se tha, profetët nuk lën pas pasuritë. Gjithçka që lën pas është sadaka. Dhe askush nuk përfitoi nga pasardhësit e tij prej trashëgimisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje kishte lënë edhe një mburoj, e kishte lënë peng diku, thjesht për të marrë ushqim për familjen e tij, subhanallahu. E linte peng mburojin përse për të marrë një tas me elb, ushqim për familjen. Ky donte pushtet, ky donte pasuri, për ai që famën ja dha Allahu subhanahu wa taala. Një famë domethënë që se ka askush tjetër veç tij sot në dynja. Sot domethënë me miliarda njerëz e përmendin atë në të shahudet e tyre, në ezanat e tyre, në ikametin e tyre, në namazin e tyre. Salavat e çojnë domethënë gjatë gjithë kohës për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk donte profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është argument që është profeti i Allahut. Si mundet një figurë të mbrohet në këtë formë? Një figurë ose një njeri që nëse dikush ngrihet dhe e përmend me çnderim ose përpiqet të ul figurën e tij, ngrihet të gjithë bota. Edhe nuk ulet.
Ky është profeti i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra përpiqen të ulin në lidhje me sinqeritetin e tij. Gjithashtu të tjerë synojnë karakterin dhe moralin e tij, duke nxjerrë jashtë kontekstit ngjarjet e jetës së tij, ose duke shtrembëruar fakte historike. Kjo ndodh sepse ata që janë miq të besimit të Islamit e dinë se miliona njerëz e kanë pranuar këtë fe pikërisht për këtë profet të mrekullueshëm. Këtë është shembull të mirë që solli Zoti subhanahu wa taala. Gjithashtu, dyshimet që lidhen me vetë shpalljen o vëllezërit e mi, Shejtani i mallkuar përpiqet të mbjellë dyshime edhe rreth Kuranit dhe Sunetit, sepse ato janë mbyrimet kryesore të udhëzimit dhe dritës për njeriu. Ai e di se për sa kohë që muslimani mbetet i lidhur fort me shpalljen, është vështirë ta devijojë. Prandaj përpiqet ta dobësoj besimin në këto dy burime dhe t'i largojë njeriu krejtësisht prej tyre. Disa njerëz e shtyn të dyshojnë në ruajtjen e Kuranit, duke pretenduar se ai është ndryshuar, është shtuar ose paksuar me kalimin e kohës. Po këto pretendime janë, si thon, më të lehta se flatra mushkonjës. Asnjë lloj vlere nuk ka, sepse edhe miq dhe armiqt e dinë që Kurani i Allahut subhanahu wa taala nuk ka ndryshuar që nga momenti që është shpallur. Sepse me mira, qindra mira dhe miliona ja kanë transmetuar njëri tjetrit duke ja mësuar gojë për gojë. Dhe jo ja kanë mësuar vetëm tekstin, por ja kanë mësuar mënyrën e këndimit. Si zgjatet këtu dhe si këndohet në këtë formë. Pra, çdo imtësi të këndimit të librit të Allahut është një lloj njohurie që nuk ka të ngjashme në dynja. Të transmetohet në milionave. Dhe sot mund të numërosh me miliona hafiz të Kuranit, të cilët janë të moshave nga mosha 5 ose 7 vjet të vegjël, ndoshta edhe më të vegjël se kaq, edhe derisa jeton njeriu 80-90 vjet, hafiz të librit të Allahut subhanahu wa taala. E këndojnë atë nga zemra e tyre. Edhe mund ta marrësh të gjithë nga lindja në perëndim dhe nga të gjitha drejtimet. Të nisë dhe të lexoj Kuranin është një lloj pas lloj ndryshimi. Dhe askush nuk ka mundësi ta cënojë këtë gjë. Prandaj, sado të përpiqen, është diçka e ndryshuar, nuk provoj ta ndryshosh librin e Allahut. Provoj të ndryshosh librin e Allahut subhanahu wa taala, edhe ta shikosh se çfarë ndodh. Sepse Allahu thotë, ne kemi zbritur dhikrin dhe ne do të ruajmë atë. Askush nuk e cënon dot. Pra i mallkuar përpiqet që të fusë çfarë do lloj dyshimi që njeriu të ndjej pasiguri vëllezërit e mi. Gjithashtu, një formë tjetër e sulmit është mbjellja e dyshimeve rreth qartësisë dhe mjaftueshmërisë së Kuranit. Duke bërë disa njerëz të mendojnë se ai nuk jep udhëzime të mjaftueshme. Kurani thotë thjesht vetëm historira sjell për popujt e shkuar, na tregon për xhenetin, xhehenemin, si ndëshkoi popujt që shkuan, dhe nuk është se ka udhësira dhe domethënë informacionet mjaftueshme për jetën e njeriu. Po ja që edhe ky është një mashtrues që çdo kush që lexon Kuranin e kupton që Kurani është plot me ligje, dispozita, rregulla që rregullojnë jetën e njeriu. Qoftë për rregulluar marrëdhëniet me Zotin subhanahu wa taala, edhe marrëdhëniet mes njëri tjetrit, marrëdhëniet në familje, pra rregulla rreth martesës, divorcit, trashëgimisë, kujdestarisë për fëmijët, rregulla rreth luftës në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, rregulla dhe etik, domethënë edhe në betejë dhe luftë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, gjithçka e përmendur në Kur'an hollësisht dhe imtësisht. Pra Kurani nuk është kurse si i pamjaftueshëm, siç pretendojnë disa. Dhe na pas ka nevojë për këto rryma filozofike, për trajtesat e njerëzve, dhe njeriu duhet të trajtojë se çfarë do dhe çfarë nuk do njerëzimi. Ja sa bukur po shkon njerëzimi me këto rregulla që po vendos vetë njeriu, larg librit të Allahut subhanahu wa taala. Po shkon drejt asimilimit, shkatrimit, humbjes, zhdukjes, shfarosjes. Pse? Sepse nuk ndjek rregullin e krijuesit, që di çfarë ka krijuar dhe çfarë rregulla dhe ligje meriton që të zbatojë njeriu. Gjithashtu vëllezërit e mi, përpiqen njerëzit që të sulmojnë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shikoni her pas here dalin grupe dhe njerëz të cilët pretendojnë gjoja se besojnë në Kur'anin dhe mjaftueshmërinë e Kur'anit tashmë nga krau tjetër. Kur'ani është i mjaftueshëm. Po, Kur'ani është shpallja e Allahut subhanahu wa taala, po si Kur'ani është dhe suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është e gjitha një shpallje që është dhënë profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund të pretendosh që merr vetëm Kur'anin dhe lë sunetin, se vetë Kur'ani të urdhëron të marrësh sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ata përpiqen që të hedhin poshtë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të hedhin dyshime mbi besueshmërinë e tyre. Dhe po ta shikosh sulmet e tyre kundër haditheve më të sakta, Buhariu, Muslimi, luftën me të e kanë.
Dhe po ta shikosh nga sahabët kush sulmohet më shumë, Ebu Hurajra, Aisha, radhiyallahu anhum, pse transmetuesin më të mëdhenj të haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pse këta? Sepse këta sjellin fenë e Allahut subhanahu wa taala, sjellin dritën. Dhe nëse i rënon transmetuesit e hadithit, atëherë ke rënuar fenë e Allahut subhanahu wa taala. Po muslimani, alhamdulillah, dhe muslimania janë të qartë. Ata e marrin dritën e Allahut sepse u jep Allahu xheleshanu, Allahu i ka zgjedhur. Nuk është se është aftësia e tyre. Ka sinqeritet tek ata që duan të mirën, por ai që u jep është Allahu subhanahu wa taala. Nuk mund ta devijojë dhe ta shuajë dritën njeriu pra dritën e Allahut subhanahu wa taala. Pra gjithë këto përpjekje për të rënuar dhe të cënuar sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, librat e hadithit, burimet dhe referencat e muslimanëve janë të dështuara nëse ne jemi të vëmendshëm me vëllezërit e mi. Në kohën e sotme, të dyshime përhapen përmes librave, mediave, rrjeteve sociale, filmave, platformave, universiteteve, kurikulave të mësimit, që nga çerdhja deri në fund të shkollimit. Të gjitha janë sulm për të larguar njeriu nga besimi në Allahun subhanahu wa taala dhe nga drita. Por duhet që muslimanët të jetë kujdesshëm. Duhet që ta mjekojë këtë lloj rreziku. Dhe rreziku i këtyre dyshimeve që përmendën vëllezërit e mi është përmes diturisë së saktë. Njeriu duhet të caktojë vetes së tij kohë të mjaftueshme për të lexuar librin e Allahut subhanahu wa taala. Për lexuar shpjegimin e dietarëve të drejtë dhe të mirë. Lexoj hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Lexoj libra në akide, në besim, të njoh kush është besimi i besimtarit. Dhe sot elhamdulillah është e mundur, janë dhe në gjuhën tonë, janë përkthyer një mori librash, të cilat janë me gradualitet, nga libra të thjeshtë për fillestar, duke ecur dhe duke përparuar që njeriu ta mësojë fenë e tij. Nëse nuk merr dije, je i predispozuar të goditesh. Dhe të futet dyshime në fenë tënde. Prandaj duhet kujdes njeriu ta ushqejë veten me këtë dituri. Dhe të mos e lej veten pra të humbas në errësira e sjellë mallkuari. Dhe këto janë një pjesë shumë e vogël e asaj që përdora i mallkuari. Se në fakt subhanallahu, po ta shikosh se sa rryma të shumta dalin sot. Janë të shumta rrymat filozofike që në fakt njerëzit jetojnë sipas tyre sot. Të cilat mbase në pjesën e dytë të hutbes përmendim diçka prej tyre. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Sigur se thash vëllezërit e mi, sot mënyra që përdori mallkuari për ta larguar njeriu për futur dyshime në besimin dhe dritën që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala janë nga më të ndryshmet. Ndërto janë dhe shumë rryma filozofike apo ideologji që ka përhapur i mallkuari sot. Madje ka bërë pjesë të jetës së një grupi të madh njerëzish. Ateizmi përpiqet ta shkëputësë njeriu krejtësisht nga besimi me krijuesin, duke pretenduar se gjithësia është produkt i rastësisë dhe jeta nuk ka qëllim për te ekzistencës materiale pra. Kjo e lë njeriu pa një kuptim të vërtetë të jetës, pa një standard moral të qëndrueshëm dhe pa shpresë për botën tjetër. Një pjesë e quajnë veten agnostik. Këta jo se mohojnë drejt për drejt që s'ka krijues. Nuk e mohon drejt për drejt ekzistencën e Zotit. Por pretendon se njeriu nuk mund ta di nëse Zoti ekziston apo jo. Pra gjithmonë është i pasigurt. Dhe e fut njeriu në këtë lloj errësire. Në këtë mënyrë ai fut njeriu në dyshim të vazhdueshëm dhe largon nga bindja dhe siguria që kërkon imani dhe besimin në Allahun subhanahu wa taala. Materializmi e kufizon realitetin vetëm në atë që shihet, preket ose matet. Sipas kësaj qasjeje nuk ka vend për shpalljen, melekët, ringjalljen, botën tjetër, llogarinë, shpërblimin, dëshkimin, nuk ekzistojnë. Materializmi është thjesht madde, pra jeta është thjesht materie. Njeriu shihet si trup dhe nevojat e tij materiale vendosen domethënë mbi çdo gjë tjetër. Ky është materializmi. Gjithashtu, sekularizmi. Edhe sot dalin dhe trumbetojnë flamurtarët e kësaj rruge, përpiqen ta përjashtojnë fenë nga jeta publike, nga arsimi, kultura, ligji, shoqëria dhe jeta e përditshme e njeriu. Feja është vetëm brenda mureve të shtëpisë ose mureve të xhamisë, nëse del jashtë s'ka fe.
Edhe përpiqen këtë ta imponojnë. Edhe thonë që ne jemi shtet ateist ose jemi shtet laik dhe nuk e lejojmë diçka të tillë. Me është drejt. Dhe përpiqet të imponojnë pra, dhe i mallkuari ka bërë, e ka kapur këto sisteme dhe përpiqet ta imponojnë njerëzve një jetë të tillë. Pra e paraqit fen si çështje personale që nuk duhet të ketë ndikim në jetën shoqërore dhe të përgjithshme të popullit. Gjithashtu, njerëz, siç thon liberalizmi ekstrem, e vendos liri individuale mbi çdo autoritet tjetër, madje edhe mbi shpalljen hyjnore. Njeriu është i lirë absolutisht. Askush nuk mund ta kufizojë dhe sënojë lirinë e njeriu. Sipas sa logjike, e mira dhe e keqja nuk përcaktohen nga shpallja e Allahut xhaleshanu, as nga profeti apo nga librat e Zotit xhaleshanu, por është vetë njeriu që e vendos atë. Nëse një grup njerëzish mblidhet dhe vendos në këtë formë, të gjithë të tjerë duhet të binden. Edhe nëse kjo bie kundër interesave dhe kundër të drejtës. Kështu shumë ndalesa dhe norma morale të fesë paraqiten si pengesa për lirinë e njeriu. Pra kështu e quan njeriu pra është jam pranga, feja është pranga që e cungon lirinë e njeriu. Ndërkohë të mirë se kuptojnë që janë bërë robër të epsheve të tyre. Madje më keq akoma, janë robër të epsheve të një grushti njerëzish. Jo të vetes së tyre. Janë thjesht robër të epsheve të një grushti njerëzish. Ata imponojnë çfarë do duan ata. Edhe ti je i detyruar të ecësh pas tyre. Të përshtatesh me jetën që duan ata. Ja, ky është realiteti. Përveç atij që ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala, që do xhenetin e Allahut xhaleshanu, të cilët nuk e kufizon dot kush. Me të tilla rregulla dhe ligje të stisura. Pra vëllezërit e mi, janë të shumta. Edhe një herë ato rryma që ka futur i mallkuari dhe në fakt i ka mbështetur në jetën e kësaj dynjaje. Dhe mbase mund ka arritur një lloj force dhe pushteti në këtë dynja. Megjithëse kjo është e shkurtër, si thot Allahu subhanahu wa taala. Këto janë ditët që ne ndryshojmë mes njerëzve. Për të sprovuar Zoti besimtarët dhe për të marrë dëshmorët nga mesi i besimtarëve. I sprovon Zoti njerëzit, nuk është se është më fort e keqja se sa e vërteta që do Zoti. E vërteta gjithmonë do të triumfojë në dynja. Dhe kështu do të jetë inshallah, me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Por duhet që njerëzit të kthehen në fen Allah dhe të ruhen. Diçka tashmë për formën e dytë të luftës që bën i mallkuari dhe që është lufta kundër dëshirave dhe pasioneve, të shfrenuara dhe të padobishme. Shejtani i mallkuar e mbush zemrën e njeriu me të tilla pasione dhe dëshira. Nëse lufta e parë që përmendëm pak më sipër ka të bëjë me mendjen dhe besimin, kjo luftë ka të bëjë me dëshira dhe pasione që godasin zemrën dhe vullnetin e njeriu. Shumë njerëz nuk devijojnë sepse nuk e njohin të vërtetën, por devijojnë sepse nuk kanë vullnet për ta zbatuar atë. Përse ndodh kjo mungesë vullneti dhe ambicie? Pse dobësohet forca e tyre? Sepse për shkak të epsheve që kanë pushtuar zemrat e tyre. Ata janë përkushtuar më shumë në përmbushjen e dëshirave, kënaqësive të dynjait dhe kjo e bën që ai të jetë i pafuqishëm pastaj të zbatojë atë që do Zoti xhaleshanu. Prandaj në këtë rast njeriu duhet të di se çfarë të bëjë që të përballet me këtë sprovë. Kështu, shejtani i mallkuar përpiqet ta zbukurojë njeriu në dëshirat e tij. T'ia paraqes gjunahun si kënaqësi, të kotën si dobi dhe largimin nga Allahu subhanahu wa taala si liri. Ai nuk i urdhëron njerëzit më njëherë për gjunafe më të mëdha, por i tërheq gradualisht, hap pas hapi derisa ata largohen nga rruga. Nga fushat më të mëdha të kësaj lufte është epshi i mishit, i pakontrolluar o vëllezërit e mi. Pra epshi i dëshirave seksuale. E shtyn njeriu drejt shikimeve të ndaluara, marrëdhënieve të ndaluara, shturjes morale dhe çdo gjë që cënon nderin e pastërtinë. E nxit njeriu vetëm për kënaqësinë e momentit, që të mos ketë përgjegjësira. Prandaj e shikon të largohet nga martesa, largohet nga lidhje serioze dhe të rregullta dhe shikon jetën thjesht për mbushje të kënaqësive të momentit. Edhe kafshët Allahu mustan, edhe kafshët kanë një rregull që kanë kohën e tyre të shtimit dhe ata kanë me rregull me sistem nga Zoti subhanahu wa taala. Kurse njeriu tashmë është zhytur edhe i është përkushtuar kësaj pune. Madje kjo është po them industria më e përhapur sot në botë. Më fitimprurse për zullumqtarët dhe më shkatruesja për ata që e ndjekin. Dhe zemrat e atyre njerëzve që janë të përlyer me këtë janë vërtet të sëmura. Zoti i ruaj dhe i rregulloft dhe i drejtoft muslimanët. Një tjetër fushë është dashuria e tepruar për pasurinë dhe dynjan. Pra i mallkuari e nxit njeriu të besojë që vetëm duke pasur pasuri ti mund të kesh krenari në këtë botë, mund të kesh prestigj. E vetëm mënyrë është të mbledhësh për pasurisë së dynjas. Se sot i respektuari është ai që ka pasuri. Ai që ka lekë në dorë, ai është i respektuari.
Prandaj njeriu përpiqet që jo vetëm të ketë të domosdoshmëritë e jetës, por nuk mund të kënaqet dhe gjej prehje vetëm nëse ka shumë dhe mbledh vazhdimisht dhe pafund. Edhe kjo është një çështje e madhe. I frikson i mallkuari me varfëri, i frikson me vdekje ose me fatkeqësi, por Allahu subhanahu wa taala premton falje dhe mëshirë. Dhe në fakt dëshirat janë të shumta, por mos u zgjatur në këtë pjesë. Ajo që ka rëndësi të përmendim është kjo, që kundrejt kësaj sëmundje që nxiti mallkuari, ra cënimit të vullnetit tonë përmes dëshirave dhe epsheve të shfrenuara, ka vetëm një mënyrë, një rrugë. Është në nështrimi vetes për adhurime. Jo më kot Allahu subhanahu wa taala ka dhënë një pjesë ose një sistem jete për muslimanin dhe muslimanen. Janë namazet e përditshme, që nuk janë vetëm farze, por janë dhe sunetet. Është dhikri i vazhdueshëm, agjërimi i Ramazanit ose agjërimet e tjera. Dhe për secilin nga këto aspekte që njeriu cënohet në epshet e dëshirat e tij, ka përcaktuar Zoti disa adhurime. Për shembull, si thot profeti sallallahu alajhi wasallam, ai që mundet nga ju të martohet o grupi të rinjve, le të martohet. Nëse nuk mundet, atëherë le të agjërojë, thot. Sepse kjo e thyen dëshirën dhe epshin e tij. Pra ka vendosur agjërimin, adhurimin. Nëse shikon dëshira për pasuri, dëshira për jetën e kësaj dynjaje, kujtoj vetes që është në xhenet i Allahut subhanahu wa taala. Është një jetë tjetër që na pret. Dhe kjo është kalimtare. Sa do të mbledhesh në këtë, ti do marrësh vetëm atë që do hash, edhe do ta harxhosh. Atë që e vesh edhe e grise. Dhe pjesa tjetër nuk është e jotja. Fiksoje këtë në mendjen tënde. Dhe kuptoje që jeta jote është jeta e ahiretit, jo jeta e kësaj dynjaje. Pra, cila është zgjidhja në këtë drejtim? Preokupimi vetes me adhurime. Jepi adhurime që të shërojnë atë problem që ti ke. Ke probleme me pasurinë, kujtoj vetes që do vdesësh. Kujtoj vetes që pasuri nuk ke për të marrur asnjë gjë prej saj. Dhe ajo që do të sjell dobi është vetëm ajo që ti kërkon kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe xheneti është qëllimi jot. Pra, kërkoja vetes këto gjëra dhe mbushe ditën tënde me adhurime siç kërkon Zoti dhe profeti sallallahu alajhi wasallam. Pra kjo është mënyra se si ta ruash veten nga, domethënë, cytjet ose nga dëmtimi i vullnetit ton, përmes epsheve dhe dëshirave që nxit shejtani i mallkuar. Elus Allahun azza wa jall të na ruaj vëllezërit e mi në përballje me të mallkuarin, të na jap dije të dobishme, me të cilën të përballojmë dyshimet dhe ngatresat që sjellë i mallkuari në zemrat tona për besimin ton. Elus Allahun na jap forcë dhe adhurime të mjaftueshme që të përballemi me cytjet dhe dëshirat dhe shfrenimet e të mallkuarit. Allahu na udhëzof në rrugën e tij, na bëft udhëzues të udhëzuar dhe na ruaj nga çdo ndikim i të mallkuarit. Së fundi çoni salavate profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.